Dhoma e përfaqësuesve e shtetit të Teksasit dënon komunizmin. Dhoma e përfaqësuesve e shtetit të Teksasit miratoi të mërkurën e kaluar projekt ligjin sipas të cilit shkollat publike të atij shteti duhet mësojnë nxënësit dhe studentët nga fillorja deri në marrjen të shkollës së mesme duhet mësojnë mbi krimet e komunizmit ndërkombëtar. Ky projekt ligj ishte aprovuar marsin që kaloi nga Senati i shtetit të Teksasit me 28 me 3 vota dhe kaloi dhoma e përfaqësuesve 119 në favor, ndërsa 13 demokratë votuan kundër. Projekt ligji dërgohet tani guvernatorit republikan të shtetit të Texas, Greg Abbott, i cili sipas medias lokale pritet ta nënshkruajë duke bërë këtë ligj detyrues për gjithë shkollat publike në Texas. Detyron ndryshimin e programeve aktuale mosimore në klasën e 4 deri 12 me qëllim që të kuptohet më mirë historia kriminale e komunizmit dhe ideologjive, siç u shpreh zëvendës guvernatori i atij shteti Dan Patrick. Një ligj i tillë është i nevojshëm, ashtu që historia mos përsëritet. Mediat njoftojnë se bordi shtetëror i arsimit të Teksasit do të këshillohet me viktimat e komunizmit në programet e tij. Ndërkohë, Elida Dakolli, shqiptaro-amerikane antare e Këshillit Fondacionit Viktimave të Komunizmit në Washington dhe banuese në Texas, i dha një goditje të rëndë komunizmit shqiptar me dëshminë e saj gjatë viteve në dhomën e përfaqësuesve të shtetit të Teksasit.